Zahide, të lutem. Kjo të jemi mesazhe nderuara për me lyp hisën. Po veç kjo tjetër çështë ajo e kalume. Pe praktikojnë ana për me lyp hisën. Na si motra shqiptare. Zona Zahide flet si një motër shqiptare, veç le ta dëgjojmë deri në fund, se spoilojmë. Si nona që jena, do me thonë edhe pak edhe si në profesion që jam psikologe, them se nuk e lypi unë vetë personalisht hisën e babës, e të vllajt. Ti personalisht nuk e kërkon. Jo magjistre e shkollume punoj krejt. Jo më avansu vetë kum punu deri tash kum arritë. Pse se lypi? Se ka Gjena një përgjigje pse se lypi. Tim nga veç pak, e nderume. Se është tradita. Zona Zahide, si një psikologe, të lutem, veç një, e kam një pyetje për zonën Zahide. E kam një pyetje. Është mos respekti, familje tani fillon, si një gjithat fillojnë. psikologe, kur një grua vjen të këte, edhe e qonë hallin, që familja është duke i bo presion për mos me marë trashëgëmin, cilat janë këshillat tua për derisa vetë personalisht nuk e ki guximin me kërku hisën tënde? Po, ajo është personale jemja. Unë e udhëzoj ata, shkon institucionet përkat se ku do ta lypsh hisën. Me fjalët e tona. Po, ama unë fola vetëm për veten teme. Se deri tash kom arrit pa hisët babës, pa hisët vllajt. E tash unë kisha dhënë një tjetër përgjigje si islamologe, jo juriste, veç mos masi. Unë e kam zyrën për konsulta psikosociale dhe jam konsultante e diplomuar për psikoterapi pozitive. Jo për me trauma më marë se s'kam ko. Dhe, kur